Policia e Kosovës ka arrestuar sot 7 persona përfshirë të birin e një zyrtari policor me dyshimin për përfshirje në rastin e vrasjes së zyrtarit policor Muhamet Lika më 1 prill në Kaçanek. Operacioni me përfshirje të më shumë se 170 zyrtarëve policor të njësiteve të ndryshme të specializuara dhe të prokurorisë ka rezultuar me bastisjen e 8 lokacione në Kaçanek dhe një tjetër në komunën e Klinës. Konfiskimin e një armë zyrtare të një zyrtari policor ka konfirmuar vetë drejtori i policisë së Kosovës Gazvend Hoxha disa minuta pas konferencës së përbashkët me kryeprokurorin e prokurorisë themelore të Ferizajt Burim Qerkini. Njëri prej të dyshuarve sot i ka mbushur 18 vjet. Gjatë ditës së sotme është arrestuar një person i cili është fëmia apo biri një policie ton në shtëpinë e cilit ne kemi kryer bastisje. Me qëllim të verifikimit të çdo mundësie të mundshme është sekuestruar arma këtij zyrtari, është armë zyrtare e policisë Kosovës, një policie që punon në drejtimin e policisë kufirit. Prandaj mbetet me verifikuar dhe më sqaruar rastësisht mos është përdorur në këtë rast apo në raste të tjera. Kryeprokurori Qerkini ka thënë se ende nuk është zbardhur motivi i vrasjes së Likës, por prokuroria dhe policia nuk e përjashtojnë mundësinë që vrasja të jetë ndërlidhur me detyrat e mëparshme profesionale të viktimës. Deri më tani është pak herët të flasim për motivin, po sipas asaj që kemi gjatë këtyre ditëve, domethënë që po bën gati 3 javë, lidhet motivi kryesor deri më tani që e kemi është lidhet me punën e tij si pjesëtar i policisë së Kosovës. Dyshohet se vrasja e kryer nga grupi kriminal prej 7 personave ndërlidhet edhe me rastet e hetuara më herët për terrorizëm, si dhe për djegjen e vjetme të një pjese të ndërtesës së gjykatës së Kaçanikut, kur ishin arrestuar 3 të dyshuar. Mbetet të shihet backgroundi i tyre, disa nga ta kanë pasur të kaluara kriminale, kanë qenë të arrestuar në të raste të mëhershme, që ndërlidhen me prirje ekstremiste. Për çështjen e terrorizmit duhet ta shohim pastaj sepse hetimet duhet vazhdojnë tutje për të vërtetuar këtë punë, po janë persona dyshim të rrezikshëm të cilët ne dyshojmë që kanë kryer këtë vrasje dhe kanë planifikuar dhe pas kanë ekzekutuar. Zyrtari kur ka ndodhur të raste dhe mandej ka punuar në mbështetje të timeve të policisë me qëllim ndryshimit të rasteve të mëhershme. Domethënë persona dyshim që kanë qenë disa prej tyre kanë qenë të arrestuar të raste të mëhershme që ndërlidhen me pamflete dhe po ashtu në djegjen e gjykatës në Kaçanik. Hoxha dhe Qerkini kanë falenderuar institucionet e sundimit të rendit dhe ligjit, si dhe qytetarët për bashkëpunimin e deri tanishëm për zbardhjen e vrasjes së Likës.